Sfidat normal që ka pas sfida. Më kujtohet një sfidë kështu pak si qesharake tash duket, kur kom pas bo programin për një naft, për një pumpë të naftës. Edhe çova disketën, shtina aty, e bajta fajlin, i tregova që shpunon, edhe ai tha qysh tha, pylyp ton çdo pare për 5 minuta puna. Dhe i thash për më ardhë mi kry qëto për 5 minuta, une jo veç që është dasht mi kry shkollë, po është dasht edhe tepër shumë me vite me punu për me mujtë kjo me u baj. Po atër ende ai koncepti i softverit nuk ka qenë shumë i njofton, kanë qenë qëto e prek edhe që kjo është. Ose kur kemi marrë me shti në inventar softverin Gjakov të Microvaksit, Kobolin, gjuhën programuese, ai depoisti thoi ke, ku është? Po du mi prek atë gjuhë programuese. Po thesha, po s'mundesh mi prek gjuhën programuese, është aty mrena në kompjuter. Jo dhe ke du dishka që me janë gjitë etiketën. Kur ti ngjitët etiketa e di që ky është inventar edhe pronë e fabrikës. S'më isha më marrë vesh, dikur thash, okej, e mora një disket, e instalova aty Kobolin, edhe i thash, që kjo është? Pa tha une që sa jam të t'lypta, dhe më tregu ku është me janë gjitë etiketën s'ma jepshe.